Selam aleikum miq të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot do t'ju udhëheq në një meditim me deklarata dhe afirmime islame. Me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, vendosa të realizoj këtë video që të përfitoni të gjithë nga ky muaj i shenjtë, të keni mundësinë të lëshoni atë që nuk ju shërben më dhe të besoni me zemër në atë që po vjen, me qetësi, me shpresë dhe me iman. Besosh se gjithçka funksionon dhe po rregullohet për ty edhe kur nuk është e qartë, nuk do të thotë të shtiresh se gjithçka është perfekte, do të thotë të zgjedhësh besimin në vend të dyshimit. Do të thotë të përafrohesh me idenë se jeta po ndodh për ty, jo kundër teje. Kur jeton me këtë energji, gjithçka ndryshon. Nuk reziston më, fillon të lëshosh atë që të mban pas, fillon të lejosh dhe atëherë fillojnë ndryshimet e mëdha. E kam vënë re të vetja dhe të shumë të tjerë njerëz se shumë nga gjërat që na mbajnë vërtet mbrapa bien në fushën e kritikës, pakënaqësisë, mblefit, frikës ose fajit. Dhe nëse ndalojmë për një çast të mendojmë për modelet tona, për problemet tona dhe për ato gjëra që na bekojnë, do të shohim se në cilat kategori ato bien. A është frika ajo që shfaqet gjithmonë? Apo faji, pakënaqësia, apo je shumë kritik ndaj vetes ose të tjerëve? Cila është gjëja që përbën pengesën tënde? Kujto që përvojat tona gjithmonë pasqyrojnë bindjet tona të brendshme. Dhe nëse dëshiron të dish se cilat janë bindjet e tua të brendshme, mjafton të shikosh përreth jetës sate. Nëse shikon njerëzit në jetën tënde, nëse shikon rrethanat dhe situatat e ndryshme, mund të shohësh se çfarë beson për veten tënde, sepse të gjithë këto pasqyrojnë bindjet e tua. Bllokimet më të mëdha, siç thash edhe më parë, janë kritika, pakënaqësia, mlefi, frika dhe faji. Këto janë gjëra që vërtet na pengojnë rrugën dhe sot me ndihmën e Allahut do të përqendrohemi rreth këtyre bllokimeve që të lëshojmë e të lejojmë bekimet na vinë me lehtësi. Le të fillojmë. Merr një frymë të thellë, qetëso dhe pastro mendjen dhe kujto që asgjë në këtë moment s'ka rëndësi. Ji i pranishëm. Merr një frymë të thellë, mbaje për 4 sekonda dhe lëshoje për 4 sekonda. Vazhdojmë edhe 2 herë. Merr një frymë të thellë për 4 sekonda, mbaje për 4 sekonda dhe lëshoje për 4 sekonda. Edhe një herë, merr një frymë të thellë për 4 sekonda, mbaje për 4 sekonda dhe lëshoje për 4 sekonda. Shumë bukur. Përsërit tani pas meje. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Unë lëshoj kritikën, frikën, pakënaqësinë, mlefin dhe fajin që mbajmë brenda vetes, të cilat po frymësojnë përvojat e mia dhe realitetin tim. Unë i lejoj vetes të jem e lirë dhe ta përjetoj jetën me besim, dashuri dhe falje. Duke tërhequr vetëm gjëra të mira, përvoja të mira dhe njerëz të mirë. Unë zgjedh të transformoj modelin e vetdijes sime që ka krijuar këtë gjendje dhe hap veten për ndryshim. Unë lëshoj të gjitha dhe i dorëzohem Allahut. Unë
pranoj nga Allahu dhe ngrihem me ndihmën e Tij. Unë lëshoj peshën e së djeshmes dhe ja dorëzoj Allahu gjithçka që më rëndon. Unë pranoj forcë të re nga Allahu dhe ngrihem drejt qëllimit që Ai ka caktuar për mua. Unë lëshoj dyshimin, pranoj besimin dhe ngrihem me guxim, duke u mbështetur tek Allahu. Lëshoj frikën, pranoj besimin dhe qetësinë që vjen nga përmendja e Allahut, sepse me përmendjen e Allahut zemrat qetësohen. Lëshoj atë që nuk më shërben më në këtë dynja dhe në ahiret. Pranoj atë që më afron me Allahun dhe ngrihem në rrugën e drejtë. Lëshoj kontrollin e tepërt, pranoj kaderin e Allahut dhe ngrihem me tavakkul dhe qartësi. Lëshoj hezitimin, pranoj udhëzimin dhe ec përpara me një jetë të pastër. Lëshoj krahasimin me krijesat, pranoj vlerën time si rob i Allahut dhe ngrihem në të vërtetën time. Lëshoj shqetësimin për të ardhmen, pranoj besimin se Allahu është mbrojtësi im dhe ngrihem me siguri. Lëshoj presionin e kësaj bote, pranoj mbështetjen e Allahut dhe ngrihem me lehtësi. Lëshoj kufizimet e mendjes sime, pranoj rritjen që Allahu dëshiron për mua dhe ngrihem me vizion. Lëshoj tensionin nga trupi im, pranoj shërimin nga Allahu dhe ngrihem me forcë dhe butësi. Lëshoj konfuzionin, pranoj udhëzimin hynor dhe ngrihem me fokus. Lëshoj mendimin e tepërt dhe pranoj paqen që vjen nga dorëzimi tek Allahu. Lëshoj pendimin që më mban pas dhe pranoj faljen dhe mëshirën e Allahut. Lëshoj frikën e dështimit dhe pranoj se çdo gjë është mësim nga Allahu. Lëshoj të kaluarën dhe pranoj të tashmen si dhuratë nga Allahu dhe jetoj me falënderim. Lëshoj presionin për të qenë e përsosur dhe pranoj se jam rob i Allahut dhe Ai më do kështu siç jam. Lëshoj lodhjen e shpirtit dhe pranoj pushimin që Allahu më lejon. Lëshoj nxitimin dhe pranoj kohën e Allahut, sepse koha e Tij është më e mira dhe më e përsosura. Lëshoj rezistencën dhe pranoj rrjedhën e jetës që Allahu ka caktuar për mua. Lëshoj frikën nga e panjohura dhe pranoj se Allahu e di atë që unë nuk e di. Lëshoj turpin dhe fajin dhe pranoj mëshirën e Allahut, sepse Ai është falës dhe mëshirëplot. Lëshoj barën e zemrës sime dhe pranoj dritën e udhëzimit me besim. Lëshoj gjithçka që nuk i shërben ahiretit tim dhe pranoj atë që më pastron zemrën dhe më afron me Allah.
lëshoj frikën, pranoj besimin dhe ngrihem lart me ndihmën e Allahut. O Allah, unë të dërzoj zemrën time, mendimet e mia dhe rrugën time. Më udhëzo drejt asaj që është më e mirë për mua. Më mbush me paqe, durim dhe besim. Më ndihmo të lëshoj atë që më largon prej teje dhe prej qëllimit tim. Dhe më ndihmo të pranoj gjithçka që më afron tek ti. Unë ngrihem me falënderim. Unë ngrihem me besim. Unë ngrihem duke ditur se Allahu është me mua në çdo hap të rrugtimit tim. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dhe Allahu më mjafton mua dhe është mbrojtësi, kujdestari im më i mirë. Në emër të Allahut, unë shpall se gjithçka po funksionon gjithmonë për mua. Besoj në planin e Allahut për mua dhe në procesin e jetës edhe kur nuk e shoh. Jam e udhëzuar dhe mbështetur nga mëshira e Allahut për gjithmonë. E lë kontrollin, i dorëzohem Allahut dhe besoj në planin e tij. Ajo që është për mua gjithmonë do të më ndjejë. Unë besoj në kohën e përkryer të Allahut dhe lejoj që gjithçka të funksionoj për të mirën time më të lartë. Unë zgjedh të jem e sigurt në të panjohurën. Çdo hap po më çon drejt asaj që Allahu ka caktuar për mua dhe diçka e më të mirë. Unë mirëpres paqe, durim dhe përparim çdo ditë. Unë pres gjëra të mira të ndodhin për mua. Sa më shumë besoj, aq më shumë marr gjëra të mira. Gjithçka që përjetoj po punon për rritjen dhe zhvillimin tim. Unë jam në harmoni me lehtësinë, rrjedhën dhe favorin hyjnor. Besimi im është më i fortë se kurrë. Unë jam e mbështetur në mënyra të dukshme dhe të padukshme. Allahu është me mua dhe s'ka lidhje se kush është kundër meje. Unë jam në vendin e duhur, në kohën e duhur. Çdo gjë që ndodh i shërben qëllimit dhe rrugës sime që Allahu ka caktuar për mua. Ajo që dikur duke e paqartë, po bëhet e qartë. Unë dorëzohem në urtësinë e Allahut dhe mbaj paqe edhe kur nuk kam përgjigje. Jam e bindur që gjërat po bien në vendin e vet. Gjithçka po funksionon tash për mua. Allahu më udhëzon në çdo hap të rrugës time. Jam e qetë, e përqendruar dhe plot besim. Qëndroj në dijen se jam e udhëzuar dhe e mbrojtur gjithmonë nga Perëndia. Dhe kështu qoftë. Amin. Merr një frymë të thellë tani dhe hapi syt ngadalë. Ndoshta nuk e di se si do të funksionoj dhe si do të bie gjithçka në vend, por beso se do të bie. Komendo më poshtë, gjithçka po funksionon për mua me lejen e Allahut, për të forcuar besimin dhe për të lëshuar kontrollin dhe për të ftuar më shumë harmoni në jetën tënde. Të uroj një ditë apo natë mrekullueshme me plot qartësi, besim dhe rrjedhë hyjnore.
Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ty. Assalamu alaikum.